As të dy s'kan alternativë, po kanë vendosur me mbet në opozitë. Po bojnë politikë. LDK çka është, çka është? Ja, edhe në është parti. Vitin 2021, nuk është organizatë qeveritare që mirët me projekte. Vitin 2021, AK-ja dhe PDK-ja u largun nga salla momentin kur u votu Vjosa. Pse u largun? U largun se po që LDK-ja përren, se s'ishin largu. Po mirë dhe. Anë dhe. Kam bu politikë, po? E kush ka bu politikë? AK-ja me PDK. LDK s'ka bu politikë që kanë e salla? Jo, valla, s'ka bo politikë. Zori i shkret, shtën gjithë shkana. Ajo s'qen ka politikë, ha? Zori i shkret, me bu politikë për zori i shkret, sa pëshë ku qësh i ka punë të LDK-ja. A i del mirë LDK-s me bashkëpunu me vendosin? Të e marë parasysh që i ka punë të keqë, ndoshta i del mirë. Me kush që ajo qeverisje është të sukseshme. Sidomos ministrat e LDK-s, sidomos presidenti i LDK-s, mund të jetë të sukseshme. E para, e amortizon ndikimin negativ të dy grupe kryesore që janë shumë divergjente njëra me tjetrën, se me kohë plagët mund të shërohen, dhe e dyta, mund t'i dërgoj sinjal qytetarëve që LDK-ja nuk është ajo që ju keni pretendu sa ishim në opozitë. A pesheni që kemi njerëz që din me punu. Ndoshta do të ishte mirë. Po nëse nuk punojnë mirë, apo nëse bashkëpunimi nuk shkon mirë me vetëvendosjen, atëherë ajo është kot. Gjasat janë shumë të vogla që të prishët bashkëpunimi me vetëvendosjen potencialisht nëse do të arrijë një koalicion. Pse? Sepse mendoj që zoti Kurti nuk i ka ma 25% ku lufton, bën insinuata për me fut kundërshtarin në një qërsokak dhe ku ky do të vendosej në një pozitë më të mirë. Tash zoti Kurti i ka 47%, ai nuk mundet mi marrë 70%. Prandaj kësi situata ku ai erxon LDK-n se tash po shkojnë në zgjedhje dhe tash ka mi marrë 70%, nuk besoj që as ka si ambicie, as ka